Qashtu e patën fatin nga Gorbeçat, qysh para 30 vite, 35 vite me emigru atje, edhe jetëm tash të instalum familjen krejt atje. Unë prej atëhershit deri sot për qëtë standard që Kosovë lirë që me kontribu me shqiru Kosovën, njerëzit me jetu mirë këtu. Po e kemi mri Evropën me standarde, bilëm ato mos tuten hetë shqiptarët, se e kanë mri mirë, po tash duhet që tash qëto problemet elementare mi regullu. Po kam qëtu një 6 banesa dhe i kam një 15 hektar tokë që atë në rrugë kryesore, e i kom ble, atër banesat i kom ble ka 35.000, sot po bojnë 70.000 normal. Ka hypë standardi, ama me qaqmin ma heret, se shtash është problem valla këto. Mirë po kalë. Me halë mirë jertë? Mirë po gjinë. Si djaliri? Mirë. Ku po jeton? Na jetujmë në Zvicër. Po në Gorbet jem që 35 vite. Cilin vend në Zvicër jeni? Në kanton Valisit, Martini. Martini në kanton Valisit. Qashtu e patën fatin nga Gorbeçat, qysh para 30 vite, 35 vite me emigru atje, edhe jetëm tash të instalum familjen krejt atje, po njëtën kohë u angazhum prej atëhershit deri sot për qëtë standard që Kosovë lirë që me kontribu me shqiru Kosovën, njerëzit me jetu mirë këtu, po shumica s'di qka, jemi pak zhgënyn, do s'ja din vlerën, do ikin e lëshojnë venin, me qanë son 35 vite që ato atje ketë mini kom shkollu, punojnë ketë, po sot më ngu ketë i bi këtu. Asë një silon atje, po njerëzit tash që këtojnë situatën, ajo është problemi tyne. Me qanë, fëmija kanë kry shkollën, himë punë, 2 janë martu, 2 kanë kry njoni fakultetin, njoni motër medicinala, dhe s'besoj. Qysh para një 7-8 vite kanë pas një mendim një 2 më këthy. Po, ku erdhen këto, nuk e gjetën vetin mirë me shoqnin, qysh po reagojnë tash njerëzit e këta udhëtësia jonë, së në gjetën vetin sa duhen edhe me sap janë nga ka dalë të jetë atje. Me qenë se na gjatë krejt jetës që kemi punu për më këthy këto. Bëllum të edhe të nishën, kër i kemi bërë demonstrata, shkum atje, me nero aktivizum, të jedin ato demonstratat e ketë Evropës, që me pru punën Kosova të ka një ditë ma të lirë, njerëzit jetojnë ma mirë, po që me bu të ashtë jetë që se su i fati. Gjeneratët e jonë kejnë regull shkum atje jetën, po në tash jemë zhgënjën edhe me këtë gjeneratën e tashit, që s'po kryojnë kushtet mira që njerëzit me jetu këto. A nuk është vendi sigurt Kosova me jetu? Qërë, vendi sigurt, ku që kojsh me punu është i sigurt. Mirë po, shoqnia është që sisuj është, drejtësia nuk është në regull, do sane nuk, do më hamë njerëzit të premtojnë shumë, t'i kryjnë punët, e aty e problemi se pa punë s'ka asë në Evropë, asë to, normal njerëzit duhet me punu, për me kryu kushte ma të mira. A e shkeni për i kur që i kënë timu këtu? Jo, une, prej 1981 kom kontribu të eri sot, kur që jam i shgënyn veç që e shok Kosovën të lirë, e shok që të ndërtim, ajo është që më hëndën asë më vynë pari, asë, dhe më më vynë veç Kosova që e shok që si në qëtë statë shumë të mire, e shok për momentin për ka ndërtimi e këtu. Dërso për ka vendet punës e sane jo, shumë nuk janë të punu njerëzit, me qëllë vendet punës. Me qenë se Albin Kurti para 6 vjeta e pa të bëha usë këtë Kosovën. Do me qëllë vendet punës, do me bë rogën 800 euro, nuk e boni heq. O bo liberalizimi viza për fatkesh do lën krejt, me gjithë vetën atje, se për ndryshëm me pas një rrugë 800 euro, një sigurin të mjekësijës këtu, shëndetit. Kërku se këshu Kosovën. Apo kupton? Ma mi kështë punu në vend vetin, se me punu për një të hujën. Po që aty pak jam i shgëny me qëto sene, se tjera përgjithësi shqiptarët, ku që kujnë e gjojnë vetin punëtor janë, punojnë, edhe hecin për para. Po ma mirë me konë vend vetin, se në të hujën. Apo kupton? A jeni si hujnë në këto vite që kështë ndru? Qërën e nuk nina kur e hujnë, jam këto në vend të amin. Vendi atje kam fjallën? Edhe atje jam një gjithë në vend të hujnë, po mirë, jemi gjithë gjenerata jonë. Ndërsa, fëmija të në generatat e tona që po shkolluan atje, ata ku të vinë këtu nuk penjohin tonë se vend vetin, se se di që ka zua pak ma herët dosane. I shko mirë për shama njerëzit pak më nolë, më qetësu, më stabilizu pak gjendja këtu. Me menu për të arme, se ta është gjithë njerëzit që kanë emigru në Evropë, atje me siguri ndo kushte ma të mira, po
këtu si inventonin s'mujnë me kalu as atje. Po dikur ma vën një bjella aty në mend atje. Mirë organizohemi atje, kena shoqata shqiptare në të kontribuina. Një 4 vjet jam konë një kryetari në shoqatës atje, për mi 300 vjet, do marr këtë problemet e shqiptarëve, të mive, të grave, të punës, këtë javdi shqiptarëve në Zvicër, problemi. Se kanë qenë qashtu në qatë vend si 4 vjet, si në qatë shoqatën. Tash jam veç antari shoqatës. Po do më hanën se këtu njerëzit mënohen shumë me fjalë, jo me punë, aty jem pak zhgënjyn, apo kupton. Tani çka ki me folën, me fol 24 orë më me fol. Nuk është problem, po puna që diçka që thoni një problem të jetës. Këtu jem pak gjatë këtij jetës zhgënjyn për arsye se kur të shtish një program kështu, edhe mendosh me çute në fund për një ditë më të mirë, tash ti kthehen domethënë në stota shumë përpashme, të kalzuar më herët, të njerëzit do të me ka shumë me investu, ta qeveria, me bo sigurimin e mjekësijës, me bo rrogat 700 euro, me bo në komunikacion një siguri pak më të fort, për ndryshë ndërtimi, rrugë, trotuar, këse jom një avodorën, e kemi mri në Evropën, për 20 e kemi mri Evropën me standarde, bile më ato më stuten hetë shqiptarët, se e kanë mri mirë, po tash duhet që ta qëto problemet elementare mi regullu. Se s'ka në 25 vite, kam edhe atje kapital, kam edhe këtu. Kapitalin më të madh që e ke investu. Po e ke investu. Po kam qëtu një 6 banesa dhe kam një 15 hektar tokë që atë në rrugë kryesore, e kom ble. Sa kanë bërë gjithë këto? 1 milion? Jo, unë e kom ble me çmim shumë të lirë, domethënë këtë më kanë kushtuar 200.000 euro. Atër banesat i kom ble 45.000, sot po bojnë 70.000 normal. Ka hip standardi, ama kryesore mirë, kom zonë që thënë në shkollën edhe këtu me qaqmin ma herët, se shtash është problem valla këto, me investu. Ki po një investim tjetër, kushtu shumë? Po tash 2 fëmijë kom shkollu në fakultet, atje 2 vajzat punojnë në spital, të më 4 fëmijë kam atje, gruaja punon çashtu, unë kam një farë biznesi të vogël atje me 2-3 punëtor, punojna, po s'janë ato kur gjë për mua. Për mua është interesant Kosova, jeta, shqiptarët, standardi, me jetu njerëzit qetë, kjo është për mua më interesant. Por e sot interesant. Sot me pas mundësi kejtë edhe është me pa. Jo një Kosovë ndërtu, mëse ndërtu më bëllë kjo. Po me shtinë shfryzim, gjithë lokale, gjithë ndërtesa, këto shtëpia kanë marru njerëzit, kanë investuar në për fshatra, kanë bërë shumë shtëpia të mira, po me mush njerëzit, me najtë aty, jo me ndërtu milion thotë, për shembull. Aty është problemi. E këtu na s'mujna na me bë, na e bojmë na si qytetarët Kosovës, e bojmë na ato tonën, po qeveria do të me bot veten. Do më ndaj qytetarëve, ja u kthy pak me të mirë. Po do me hym pak që kjo pjesa, po flitet që gjithë ata që domethënë kanë investuar banesën që nuk jetojnë, sidomos për diasporën, kanë qenë domethënë një farë pagese që kanë paguar domethënë si tatim, nëse nuk jetojnë. Tatimi edhe pse si jeton tatimi normal, këtë edhe në Evropë kemi paguar tatim. A e keni pritur mirë ju? Po na e kemi prit, po tash për shembull kjo. Tatimi duhet me kon shumë një problem kështu i kontestueshëm që me voni tatim normal, që me mrrin dhe këta këtuit me këtë fazandardin e këtuit e redikon. Tash për shembull s'mundesh tash për shembull do sene të mos u rryma që e kanë hyp që të 5-6 vjet e fundit shumë e kanë hyp. Por mund në ta dëfishon se ne paguaj, nuk ka problem. Se ne vini një verës, një dimnit edhe s'm del fort problem. Po për shembull njerëzit që jetojnë këtu, këtu është problemi. Nëse s'keni çka më shtu? Me shtu s'kon kur gjë veç kryesore, inshallah bëhet mirë, njerëzit munojnë për të mirë, punojnë. Po shpresojmë që ka më bë mirë. Një tjetër në çaj kryesore, edhe ju kaloj ushqim.